Një nga gjërat që po diskutohet më së shumti kohët e fundit në media, por edhe në bisedat tona të përditshme, janë çështjet në lidhje me adoleshentët. Për të mësuar më shumë për psikologjinë e tyre, na ndiqni në programin Shpresë për ty. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Mirë se vini në programin Shpresë për ty, mikesha të dashura, një program i ideuar për informimin tuaj mbi çështje e probleme që hasim në jetën tonë të përditshme, por edhe për inkurajimin tuaj përmes fjalës së Perëndis. Unë jam Marta Dhe unë jam Dena. Siç e tha edhe Arta, dëshira jonë është që t'ju japim informacione bazë mbi shëndetin fizik, mbi shëndetin mendor dhe mbi çështje sociale për t'ju nxitur të drejtoheni tek specialistët e secilës fushë. Kështu mund të merrni ndihmën e duhur në kohën e duhur për të shijuar një jetë të shëndetshme në çdo fushë. Sot kemi zgjedhur të flasim për adoleshencën dhe në fakt kemi një cikël prej 5 programesh mbi këtë temë. Synimi ynë është që me gjithçka që po ndodh në shoqërinë tonë sot, ju të keni mundësinë të njihni më mirë dhe të ndihmoni më shumë fëmijët tuaj adoleshent. Do ta fillojmë këtë cikël programesh duke ndarë me ju disa gjëra të përgjithshme, por shumë të rëndësishme mbi psikologjinë e adoleshentit, disa ndryshime fizike dhe sociale që mund të jetë duke përjetuar adoleshenti juaj, si edhe disa nga problemet më të shpeshta që ka një adoleshent. Psikologjia e adoleshentëve është një degë psikologjisë sociale, e cila studion sjelljen, mënyrën e të qenit, të menduarit dhe të vepruarit të adoleshentëve. Në botën perëndimore, kalimi drejt pjekurisë është një periudhë shumë e gjatë dhe shkakton ato që ne i quajmë problemet adoleshencës, ndërsa në disa shoqëri fisnore, kjo periudhë zgjat relativisht më pak ose nuk ekziston. Fenomeni është relativisht i kohëve të fundit, pasi në të kaluarën shumë fëmijë kalonin nga faza e lojrave në botën e punës, duke u konsideruar të rritur, pa kaluar fazën e ndërmjetme të adoleshencës. 2 vjet para pubertetit, adoleshenti kalon një periudhë të quajtur para pubertet, në të cilën ndodh ndryshimi fiziologjik që lejon shfaqjen e karakteristikave dytësore seksuale dhe lejon riprodhimin tek adoleshenti. E gjithë kjo shkakton shfaqjen e shumë ndryshimeve të papritura dhe të parregullta në trupin dhe në sjelljen e adoleshentit. Shumë herë, këto ndryshime mund të shkaktojnë refuzim tek adoleshenti, i cili sheh se si ndryshon papritur nga ajo që kishte qenë deri atëherë. Më vonë arrihet faza e pubertetit. Pastaj ndryshimet bëhen shumë më të rregullta nga sa ishin dhe bëhen më të rëndësishme. Këto ndryshime nuk shfaqen menjëherë, por gradualisht. Përveç kësaj, nuk ka asnjë ndryshim specifik që mund të nënkuptojë vetëm arritjen ose jo të pjekurisë. Pjekuria arrihet me të gjitha ndryshimet, jo vetëm me një. Adoleshenca është mosha kryesore e formimit të personalitetit. Pikërisht gjatë kësaj faze, të rinjt formojnë idetë e tyre ose një bazë për idetë e tyre, dhe ata rrallë do t'i ndryshojnë ato gjatë gjithë jetës së tyre. Ja cilat janë tiparet kryesore të adoleshentit në aspektin psikologjik. Ai kërkon referenca të reja përveç familjes, të cilat mund të çojnë në rebelim kundër botës së të rriturve. Rëndësia e grupit të bashkëmoshatarëve. Zbulimi i seksualitetit. Përvetësimi i të menduarit abstrakt, i cili mundëson përfshirje në lëvizje dhe grupe shoqërore, si dhe në studime të thella. Paqëndrueshmëria emocionale. Krijimi i standardeve të reja morale, shpesh duke sfiduar kufijtë e vendosur. Prirja për të idealizuar ose kundërshtuar institucionet, rrymat, njerëzit ose idet. Me pak fjalë, adoleshenti dëshiron shpesh vetmin dhe qetësinë, por në të njëjtën kohë ka nevojë edhe për grupin dhe është pikërisht ky grup ai që ushtron një ndikim të madh tek ai. Disa nga problemet më të shpeshta tek adoleshentët janë: e para, ankthi. Adoleshenti është një person nervoz nga natyra, kryesisht për shkak të ndryshimeve që ndodhin në trupin e tij. Ankthi është normal tek njerëzit, por është shumë e rëndësishme që ai të qëndrojë brenda kufive të caktuar në mënyrë që të mos ndikojë negativisht në jetën e adoleshentit. Adoleshentët me nivele të larta ankthi mund të jenë të pasigurt
perfekcionist dhe do të kenë një nevojë të madhe për të fituar miratimin e të tjerëve në mënyrë që të ndihen mirë për atë që po bëjnë. Ata kanë pak besim në vetvete. Një lloj tipik i ankthit tek adoleshentët është ankthi që prindrit e tyre do të ndahen, veçanërisht nëse mendojnë se mund të jetë faji i tyre. Stresi është një problem tjetër shumë i zakontë tek adoleshentët. Adoleshenti nuk ka një jetë të qetë dhe shumë herë përfundon në situata stresi, qoftë kur ka provime, kur përjeton një ndarje e të tjerë. Disa adoleshentë din ta përballojnë shumë mirë stresin dhe të dalin prej tij me lehtësi. Disa të tjerë nga ana tjetër ndihen të paaftë për t'i kapërcyer këto situata. Me fjalë të tjera, ata kanë probleme me përshtatjen ndaj situatave të vështira. Një problem shumë i madh i adoleshentëve sot është agresiviteti, dhe fatkeqësisht e kemi parë këtë gjë shumë shpesh në media gjatë këtyre viteve të fundit. Në çdo lloj sjellje njerëzore ekziston një përbërës kimik që mund ta shkaktojë atë. Kjo është arsyeja pse në një situatë ngjashme dy njerëz mund të reagojnë shumë ndryshe. Agresioni mund të jetë një përgjigje e mësuar. Duket se shumë fëmijë të poshtëruar dhe të keq trajtuar në fëmijëri, kur rriten dhe bëhen adoleshent, nuk kanë mendjeshmëri ndaj këtyre situatave abuzive dhe i përsërisin ato, por këtë herë ata janë agresorët. Përveç kësaj, në adoleshencë, vlerat e vjetra të fëmijërisë lihen pas dhe adoleshenti del në botë për të gjetur të reja. Zhgënjimi me të cilin ata mund ta shohin botën mund të jetë fillimi i këtij agresioni, dhe ata fajsojnë gjithçka mbi familjen për atë që nuk i pëlqen në botë. Manit dhe obsesionet janë gjithashtu një nga problemet që kanë adoleshentët. Të gjithë kanë pak veçori, por duket se gjatë viteve të adoleshencës, ato rriten në një shkallë që është e vështirë të shpjegohet. Këto mani dhe obsesione, nëse çohen në ekstrem, mund të bëhen të dëmshme, si për adoleshentin, ashtu dhe për ata që e rrethojnë atë. Obsesioni më i madh i adoleshentëve është shëndeti i tyre fizik dhe pamja e jashtme. Është e zakonshme që adoleshenti t'i mbajë të fshehta këto obsesione, të paktën për një kohë. Disa nga obsesionet kryesore tek adoleshentët janë përshtatshmëria e tepruar për materialin e shkollës, dhomën e të tjerë, frika nga sëmundjet ngjitse dhe infeksionet, pastrimi i përsëritur i enëve të ushqimit, shmangja e prekjes së disa gjërave që dikush mund t'i ketë prekur më parë. Një problem tjetër shumë i madh tek adoleshentët sot është depresioni. Madje mund të themi se depresioni është një gjendje shumë e zakonshme në shoqërinë e sotme dhe një nga më të diskutuarat. Adoleshenti pëson shumë ndryshime në një periudhë shumë të shkurtër kohore dhe kjo shkakton shumë luhatje humori. Kalimi nga të qenit shumë i lumtur në gjendje depresive është shumë i zakonshëm tek adoleshentët. Shumë herë, gjendja depresive mund të fshihet për shkak të konsumimit të alkoolit ose drogës. Gjithashtu, psikologët mendojnë se edhe miqësitë mund të jenë një nga problemet që kanë adoleshentët sot. Adoleshentët kanë nevojë për njerëz të së njëjtës moshë dhe gjini që të jenë në gjendje të ndajnë gjërat e tyre, interesat, dyshimet, dashuritë, pasiguritë, ngarkesat e të tjerë. Ata kanë nevojë për njerëz që janë të barabartë me ta, të kenë të njëjtat probleme dhe shqetësime. Prandaj prindi apo mësuesi nuk mund të jenë miq të mirë. Miqt që një adoleshent zgjedh mund të jenë personat me të cilët ai mund të identifikohet. Miku nuk ka nevojë të jetë i njëjtë me veten, thjesht duhet të perceptohet si i tillë nga adoleshenti. Njerëz të njohur brenda një grupi, njerëz që kanë vlera plotësuese. Për shembull, një i ri dominues mund të kërkojë një mik të nënshtruar dhe anasjelltas. Karakteristikat që adoleshentët dëshirojnë të gjejnë tek një miqësi janë besnikëria, intimiteti dhe këtu bëhet fjalë për dialogun konfidencial dhe pasioni i përbashkët. Marrëdhënia me prindrit mund të jetë një problem shumë i madh për shumë adoleshentë sot. Ka studiues që e paraqesin këtë fazë si një kohë konflikti në marrëdhëniet me prindrit, ndërkohë që ka disa të tjerë që e shohin adoleshencën si një fazë të qetë në marrëdhënien prindërore, veçanërisht nëse ndahen të njëjtat vlera politike, të njëjtat ide fetare dhe shoqërore. Në fakt, kur ndodhin probleme në marrëdhënie, ato vijnë kryesisht për shkak të kontrollit nga prindrit. Adoleshentët duan të mos e kenë kontrollin prindëror, sepse mendojnë se janë mjaft të pjekur për të vendosur dhe për të bërë gjëra për veten e tyre. Zgjidhja e situatës do të varet shumë nga lloji i kontrollit të ushtruar nga prindrit,
i cili mund të variojë nga shumë lejues në shumë kontrollues. Nëse në këtë fazë ka një ndryshim në strukturën e familjes, si divorci, ndryshimi i partnerit të njërit prej prindërve të tjerë, kjo gjë mund të jetë shkak për probleme, pasi nga njëra anë, adoleshenti ka më shumë aftësi arsyetuese për të kuptuar situatën e re, por nga ana tjetër, ai ka prirjen të jetë më egoist dhe të përballet keq me ndryshimet në jetën e tij. Një problem tjetër tek adoleshentët mund të jetë edhe ndrojtja. Gjatë kësaj faze, adoleshenti krijon personalitetin e tij. Adoleshenti kalon nga një mjedis i sigurt, ku e dinte se çfarë pritej prej tij, në një mjedis më të pasigurt. Ai duhet të marrë vendime që do të ndikojnë në pjesën tjetër të jetës së tij, si për shembull, të vendosë se cilën rrugë karriere të zgjedh. Fakti që duhet të gjejnë veten duke kërkuar identitetin e tyre, çon në të qenit i pasigurt dhe i turpshëm në sjellje. Ndrojtja është shumë e zakonshme gjatë adoleshencës. 1/4 e adoleshentëve vuajnë prej saj, edhe nëse përpiqen ta fshehin. Në fund të kësaj faze, shumica e adoleshentëve e kanë kapërcyer ndrojtjen, por jo të gjithë. Simptomat e ndrojtjes janë skuqja e fytyrës, dridhja e duarve, palpitacionet, djersitja, tharja e gojës dhe belbëzimi. Shkaqet kryesore të ndrojtjes mund të jenë mungesa e besimit në vetvete dhe kompleksi i inferioritetit, qoftë për shkak të një defekti real apo një defekti të imagjinuar. Obeziteti renditet sot si një problem tjetër shumë shqetësues në moshën e adoleshencës. Edhe pse obeziteti është një problem për të gjitha moshat, ai arrin pikën kulmore gjatë adoleshencës. Zakonet e të ngrënit që çojnë në obezitet përgjithsisht fitohen gjatë fëmijërisë, por individi nuk ndërgjegjësohet për këtë deri në moshën e adoleshencës. Mbi pesha shpesh ngatërohet me obezitetin morbid. Për adoleshentët, të shenit i dobët konsiderohet si zgjidhja e problemeve të tyre dhe ata mund të bëhen jashtëzakonisht ziliqar dhe xheloz ndaj adoleshentëve të dobët. Kjo është arsyeja pse një numër i madh adoleshentësh vuan nga bulimia. Dhe kur flasim për peshën, duhet të theksojmë se edhe anoreksia është një çrregullim që haset më shpesh dhe më shumë në moshën e adoleshencës. Ne kemi folur shumë për këto çrregullime në programet tona, por ato duhet të theksohen në mënyrë të veçantë kur bëhet fjalë për adoleshentët. Anoreksia është një sëmundje më tipike për vajzat adoleshente se sa për djemt. Fillon sapo adoleshenti sheh nevojën, reale ose jo, për të humbur në peshë dhe fillon një dietë ose një sër ushtrimesh. Javë më vonë, pavarësisht se kanë humbur në peshë, ata vazhdojnë me dietën gjithnjë e më të ashpër. Kur një vajzë adoleshente vuan nga anoreksia, ajo mund të ketë çrregullim të ciklit menstrual, mund të distancohet nga të afërmit, ka tendencën të jetë perfeksioniste, e pasigurt, synon të përmbush gjithçka që të tjerët presin prej saj, si dhe përpiqet të mbajë nën kontroll absolut pamjen dhe mendimet e saj. Jemi rikthyer në studio mikesha të dashura, po ndiqni programin Shpresë për ty. Sot jemi duke folur për psikologjinë e adoleshentëve dhe kemi ndarë disa nga problemet më të mëdha dhe më të shpeshta me të cilat përballet kjo moshë. Në pjesën e dytë të programit ton do të ndaj me ju disa udhëzime nga fjala e Perëndis, nga Bibla, që garantojnë adoleshentëve tan një kalim të qetë dhe të lumtur të kësaj faze të jetës së tyre. Dhe si për gjithçka tjetër, Bibla ka shumë mësime dhe udhëzime që janë të vlefshme për adoleshentët, duke u fokusuar në moralin, menaxhimin e emocioneve, përgjegjësitë dhe marrëdhëniet shoqërore. Edhe pse Bibla nuk përdor fjalën adoleshent, ajo ka mësime që mund të aplikohen për këtë grup mosh, duke ofruar udhëzime të rëndësishme për zhvillimin frymëror, emocional dhe moral të të rinjve. Ja disa udhëzime biblike që mund të jenë shumë të dobishme për adoleshentët. Respektoni prindrit tuaj. Një nga parimet më të rëndësishme në Bibël është respektimi dhe nderimi i prindërve. Adoleshentët, ndërsa kalojnë në përfaza të ndryshme të zhvillimit, shpesh mund të ndjejnë nevojën për të kërkuar pavarësi, por Bibla thekson rëndësinë e nderimit të prindërve. Tek Efesianët kapitulli 6, vargjet 1 deri në 3, thuhet: Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë. Ndero baban tënd dhe nënën tënde. Ky është urdhërimi i parë me premtim.
që ti të jesh mirë dhe të jetosh gjatë mbi dhe. Udhëzimi i dytë është përgatituni për zgjedhje të urta. Adoleshentët shpesh janë në periudhën e formimit të karakterit dhe janë të prirur të bëjnë zgjedhje që mund të kenë pasoja të mëdha. Bibla ofron udhëzime për të bërë zgjedhje të urta dhe të përgjegjshme, duke u mbështetur në urtësinë dhe këshillën e Perëndisë. Fjalët e urta, kapitulli 3, vargjet 5 dhe 6 na thot: "Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua." Dhe fjalët e urta, kapitulli 4, vargu 7, thot: "Dituria është gjëja më e rëndësishme, prandaj fito diturinë. Edhe sikur të humbasësh ato që ke, fito diturinë." Udhëzimi i tretë: ecni në rrugën e drejtë dhe shmangni mëkatin. Në adoleshencë, individët shpesh përballen me tundime dhe mundësi për të bërë zgjedhje që nuk janë të drejta. Bibla i inkurajon të rinjt të ecin në rrugën e drejtë, duke shmangur mëkatin dhe duke jetuar në harmoni me vullnetin e Perëndisë. 1 Timoteut, kapitulli 4, vargu 12, thot: "Askush të mos e shpërfill moshën tënde të re, por bëhu shembull për besimtarët në fjalë, në sjellje, në dashuri, në frymë, në besim dhe në lirësi." Fjalët e urta 1:10 udhëzon: "Biri im, në qoftë se mëkatarët duan të mashtrojnë, mos prano." Udhëzimi i katërt: ruani besimin dhe shpresën në Perëndin. Adoleshentët shpesh përballen me dyshime, shqetësime dhe mund të ndjejnë pasiguri për të ardhmen. Bibla na inkurajon të ruajmë besimin dhe shpresën në Zotin, i cili është burimi i fuqisë dhe urtësisë. Filipianëve, kapitulli 4, vargjet 6 dhe 7, thot: "Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë, me anë lutjesh dhe përgjërimesh, me falënderim, dhe paqja e Perëndisë, që atë i kalon çdo zgjuarësie, do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus." Jeremia 29:11 thot: "Sepse unë i njoh mendimet që kam për ju, thot Zoti, mendime paqeje dhe jo të së keqes, por t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë." Dhe udhëzimi i pestë dhe i fundit që kemi zgjedhur për sot është: kujdesuni për trupin si tempulli i Perëndisë. Adoleshentët shpesh ndihen të përfshirë në çështje të trupit, pamjes edhe imazhit të tyre. Bibla na kujton se trupi është një tempull i frymës së shenjtë dhe ne na duhet ta respektojmë dhe të kujdesemi për të. 1 Korintasve, kapitulli 6, vargjet 19 deri në 20 na thon: "A nuk e dini se trupi juaj është tempull i frymës së shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia, dhe se nuk i përkitni vetvetes, sepse u blet me një çmim. Përlëvdoni Perëndin, pra, në trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përkasin Perëndisë." Bibla ofron një pasqyrë të thellë dhe të plotë për jetën e adoleshentëve, duke ofruar udhëzime për mënyrën se si ata mund të jetojnë një jetë të drejtë, të urtë dhe të shëndetshme. Dhe adoleshentët tanë mund të gjejnë mbështetje dhe udhëzim të vlefshëm në fjalën e Perëndisë për të përballur me sfidat e jetës dhe për të ndërtuar një të ardhme të sigurt dhe të bekuar. Dhe kemi mbritur kështu, mikesha të dashura, në fund të programit ton edhe për ditën e sotme. Mund ta dëgjoni këtë program si dhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Kërkoni TWR Shpresë për ty dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutja postare 130 Tiranë. Të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e ardhshëm. Ndoshët programin Shpresë për ty.